ky përpëllimi i këtij raporti dhe mbledhja e këtyre e të gjitha fakteve edhe dërgimi i tyre pranë politikanëve evropian, por në të njëjtën kohë, në momentin që ne kemi raportin edhe do t'ja dërgojmë, sigurisht që do t'ja dërgojmë edhe mediave franceze për pjesën time, si edhe mediave të tjera ndërkombëtare. Pa përpëllimin e një raporti të saktë, nuk mund bëjmë gjë. Edhe sensibilizimi i politikës është shumë i rëndësishëm, shumë e rëndësishëm. E them të çon mendje të kandidosh prapë me këto kushte? Në çfarë do lloj gare? Wow, çfarë pyetje, është shumë pyetje e vështirë, të betoj, është shumë pyetje e vështirë. Do të them po. Do të them po sepse unë do të luftoj. Do të luftoj për të ardhmen e fëmijëve të mi, për të ardhmen e Shqipërisë. Gjoni, e vetmja gjë që më shtyn drejt kësaj, se nuk është gjendja ime financiare apo gjendja ime familjare, sepse unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 1990. Jam larguar nga diktatura. Mos gabojmë që me ikjen e ambasadave. Jetoj sot në një nga demokracitë më të mëdha. Diku këtu ke mesi, është një demokraci hibride. Në një moment ose një tjetër, unë nuk dua që ajo të rrshjasi drejt diktaturës. Për këtë, unë prap do t'jem prezent në politikën shqiptare edhe do të luftoj aq mundësi sa kam. Me armët e mia, do të luftoj.